Shikues të nderuar, selamu alaikum, po takohemi së bashku në emisionin Zëri i Arsyes. Sot jemi në qytetin e Rahovecit, pikrisht në xhamin e Qarshis apo xhamin e madhe të kësaj komune, ku do të flasim me kryeimamin e kësaj komune, me Hoxhën Nusret Abazibra, lidhur me jetën fetare në këtë qytet dhe në veçanti për besimin. Hoxhë, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam wa rahmatullah, mirë se erdhët edhe ju në qytetin e Rahovecit. Faleminderit për vizitën. Atëherë, Hoxhë, që sa kohë jeni kryeimam në Këshillin e Bashkisë Islame në Rahovec? Në vitin 2001, me rastin e përfundimit të studimeve të sheriatit në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jam kthyer në qytetin e Rahovecit, ku kam filluar punën si imam në xhamin e Kadirëve, pra me gusht të vitit 2001. Dhe deri me prill të vitit 2003 e kom ushtruar detyrën e imamit. Prej vitit 2003, pra prillit vitit 2003, e kom marrë përsipër detyrën e kryimit. Po, Hoxhë, cilat janë aktivitetet më të veçanta që i bëni në këtë komunë? Po, duke u bazuar edhe në kushtutën e Bashkisë Islame dhe përgjegjësitë që dalin prej saj, detyra e kryimamit ka të bëjë më shumë me organizimin e jetës fetare në përgjithësi. Prandaj, roli ynë është që ne pikësipari të përqendrohemi në ngritjen e vetdijes islame, në këshillimet tona përqendrohemi në luftimin e dukurive negative, pastaj marrim pjesë aktive në jetën e përditshme të njerëzve, si me rastin e pikëllimit, pra në rastin e vdekjeve, po ashtu dhe në rastin e gëzimeve që kanë familjare, si në rastin e dasmave. Dhe gjitha këto i shfrytëzojmë në të mirë të islamit, në të mirë të ngritjes vetdijes, që edhe gëzimin duhet ta shprehim në formën islame, po edhe hidhrimin duhet ta shprehim në formën islame. Po ashtu përqendrohemi në atë që përpiqemi që në mesin e popullatës të përhapim paqe, të përhapim tolerancë, harmoni, që të eliminohen grindjet të panevojshme nga tresat cilat mund të ndodhin. Pra në përgjithësi, roli ynë është që ne brenda mundësive tona të japim atë kontributin ton në të mirë të qytetarëve, duke pasur përsynim kryesor për hapjen e mesazhit islam. Prandaj, si detyra ime kryesore është që të mbikëqyri detyrën gjithsesi punën e imamëve në terren, duke filluar për qytetit po ashtu në përfshatra. Shpesh herë, pra gjatë tërë vitit jam në terren, në vizita të ndryshme në përfshatra, posaçërisht në përfshatra, si në qytet, falë Zotit, kemi një kuadër të organizuar që nuk përshohem edhe ashtë arsyeshme të jemi prezent, pasi që imam tjertë janë në detyrë në nivel, mirë po në fshatra kemi një mungesë të kuadrit në aspektin profesional, dhe po ashtu edhe lagësia e bën vetë që duhet sa më afër me qenë atyre. Marrim pjesë në rastin e xhumave, në rastin e teravive, e kështu me radhë. Po, ne kemi dëgjuar se besimin e keni më të organizuar se shumë komuna tjera. Si keni arritur këtë sukses? Po, pikëpari, suksesi takon Allahut të Madhërisht. Atij i takon lavdi për çdo punë cilën ne mendojmë që jemi sebepçar që të bëhet diçka. Jona është që ne si sot populli ta bëjmë hizmetin, kurse suksesi është në dorën e Allahut. Dhe pastaj, padyshim duhet jemi mirënjohës ndaj hoxhallarëve të parë, hoxhallarëve të vjetër, të cilët kanë dhënë kontribut të shmuar në vazhdimsi për ngritjen dhe zhvillimin e mësimbesimit. Duke filluar unë sa e njoh se të ka pasur hoxhallar më herët, po flas për gjeneratën më të re, të mëvonshme që i kam arritur unë si fëmijë, është Mulla Sulejman Efendi Kollari, për cilën do thotë krejt qyteti i Rahovecit dhe krejt ky rreth e njohin për një hoxh të dalluar, të çmuar, i cili ka dhënë kontribut të çmuar në përhapjen e mësimbesimit, dhe hoxhallarët gjithë që janë sot janë do thotë nxënësit e tij. Dhe pas tij kanë vazhduar edhe hoxhallarët e tjerë, dhe në krye të tyre është edhe Hoxha Shani Sylka, i cili me ardhen e tij në vitin 1991 deri në ditën e sotshme është njëri prej imamëve më aktiv në këtë çështje, i ka dhënë përparësi të madhe mësimbesimit, dhe kështu që edhe me ardhjen e kuadrit të ri, duke filluar prej vitit 2001, veç ka filluar të vinë kuadrë të ri që kanë përfunduar studime jashtë vendit, ky aktivitet vetëm se është zhvillu më tepër, do thotë është ngrit dhe është ndërtuar mbi atë që ka pas më herët, vetëm se është bërë një avancim më i madh,
Dhe çdo vit me ardhmën e çdo kuadri vetëm se është bërë një zhvillim pak më i madh dhe çdo imam do thotë ka formuar grupin e vet dhe kështu tash kemi arritur në një fazë për cilën jemi të kënaqur, por synimi është shumë më i madh. Nuk guxojmë të kënaqemi me këtë. Shkruani hoxh detajisht mësim besimin si zhvillohet. Po mësim besimi këtu zhvillohet në vazhdimsi, pa ndërprerje, gjatë tërë vitit. Dhe poenta është që nxënësi kur të ketë kohë të lirë, hoxhën gjithsesht mësuesin duhet ta gjejnë në vendin ku i jepet mësimi, pra në xhami. Prandaj ky mendojmë është edhe shkaku kryesor që ka sukses. Vazhdimësia, dhe ne e dimë se pejgamberi sa më ka thënë se punët më të mira janë ato që kryhen me vazhdimësi, edhe nëse janë të pakta. Pra vazhdimësia e ka atë bereqetin e vet. Prandaj ne gjatë tërë vitit pa asnjë ditë pushimi, përveç ditëve të pushimit ne kemi këtu në xhami ditën e premte dhe ditën e shtunës, sikurse që është bërë tradita në botën islame, vetëm se edhe ata e kanë këtë ditën e premte dhe ditë shtunë kanë pushim. Kurse ditëve dile, e hanë edhe martë e mërkurë dhe ajtë është ditë pune, gjithësit ditë mësimi tek ne. Dhe përveç festave të bajramit, nuk kemi pushime tjera. Pra nuk i japim nxënësve pushime, nga se pushimet shpeshherë ndikojnë në çrregullimin në mbarvajtjen e mësim besimit. Mësim besimi në këtë mbahet në radhë vetë në qytet, mbahet në 2 xhami rregullisht. Në xhamin e Qarshis këtu ku jemi ne dhe në xhamin e Sokolit. Dhe në gjitha këto xhami mbahet mësim besimi jo në objektin ku kryen ceremonitë fetare, por ka hapësirë e veçantë për mbajtjen e mësim besimit. Në këtë xhami mësim besimi mbahet në 3 orare, duke filluar prej orës 10 deri në ora 12 është 3 grupe të para. Pra ne i kemi përshtat nevojës nxënësve. Nxënësit cilët shkojnë në shkollë pas dite, pra nga ora 1, ata prezentojnë në mësim besim prej orës 10. Kurse nxënësit cilët prezentojnë në shkollë në mëngjes, ne i kemi përshtat orarit tyne dhe i kemi bërë që ata të marrin pjesë në ora 2, gjithsesht edhe pas qindis. Pra këtu kemi 3 grupe, 3 orare. Në orarin e parë marrin pjesë 3 grupe, që janë afro 160 nxënës në mëngjes. Pastaj në grupin e 2 tash në ora 2 fillojnë, janë po ashtu 2 grupe afro 80 deri në 100 nxënëse. Dhe pas qindis janë edhe aty 2 grupe afro 50 nxënëse. Pra në marrë në përgjithësi, këto janë nxënës të rregullt. Dhe po ashtu i kemi bërë pej vitit 2011 apo 2010, mos gabofsha, kemi filluar edhe me një hap shumë pozitiv, e që është ndarja e nxënësve në bazë të gjinive. Pra tani tutje, nxënësit djemtë mësojnë veç, vajzat i mësojnë veç, dhe për vajzat janë angazhuar 3 mësimdhënëse, për cilët me të vërtet kanë pas sukses shumë të mirë dhe kanë treguar rezultate jashtëzakonisht të mira. Pra në marrë në përgjithësi, kjo është ajo orari i përgjithshëm për cilën ne do thotë e aplikojmë në këtë xhami. Edhe gjatë Ramazanit mësim besimi mbahet dhe çështja është se mësim besimi kemi punuar në atë që të kuptohet si diçka vullnetare, pa ndonjë ngarkesë. Nxënësit asnjëherë nuk i kërkojmë përgjegjësi të rrept nëse nuk ka mësuar. Qëllimi ynë është ai të merr pjesë dhe kur të vjen në xhami të ndije veten të relaksuar, pa ndonjë ngarkesë. Bile përkundrazi, kur kemi raste kur ne e dimë që nxënësit kanë mësime, kanë provime, gjithsesi kanë më pyet me nota, ne i këshillojmë që mësimet e xhamisë të i lënë pak anësh, po të përqendrohen në mësimet e shkollës. Bile ndonjëherë edhe i nxisim edhe në xhami ndonjë vjersh, ndonjë poezi, ndonjë diçka që ka mësuar shkollë me na tregu edhe neve këtu në xhami. Pra marrë në përgjithësi këto përpiqemi që të mos kuptohet kjo si ngarkesë dhe ashtu është kuptuar, fal Zotit. Prandaj kemi një interesim jashtëzakonisht të madh të nxënësve, për cilët besoni ka me kilometra që udhtojnë. Pra në periferi të Rahovecit kemi nxënës të cilët vinë në këmbë, në këtë nxehtë apo në ftoftë, në shi bor, marrin pjesë me vullnet shumë të madh, e që është një kënaqësi e veçantë. Kemi dëgjuar që keni organizimin e veçantë në kurset verore të mësim besimit, si i mbani ato? Po, kurset verore është vetëm si një injekcion, se them, apo një nxitje pak më e madhe, dhe pra mësim besimi varet vazhdimisht si thamë edhe më herët, kurse në ditët e pushimit e bëjmë një apel të veçantë prindërve
që fëmijët e tyre të i regjistrojnë në kurset tona që i mbajmë këtu dhe mbahet po ashtu me këtë orar, përveç se numri është shumë më i madh i nxënësve dhe pra gjatë verës numri shtohet, tash nëse është 350, gjatë verës bëhen 500, 600, pastaj ka nxënës që marrin pjesë 2 javë, 3 javë, pra gjatë asaj kohe i mëson pak. Mirë po, qëllimi ynë është që ne nxënësin ta marrim çdo herë të jetë kontakt me neve dhe të mësimet që i merr pra të përfitoj prej tyre në formën vullnetare, pa pasur asnjë imponim apo pa e kuptuar ato si ngarkesë diçka, po përkundërse ajo të jetë diçka atraktive që i nevojitjet e tij. Po ambientet ku i zhvilloni mësimet kanë kushte të përshtatshme për mësuar? Po ne mendojmë që janë kushte të përshtatshme. Dhe ju e keni parë edhe sigurisht për incizimet juje se pastërtia është në nivel, në aspektin e organizimit janë ndonë në për klasa, në brëndi klasëve kemi banka, karika, cilat janë të përshtatshme, mund të thëmë edhe bashkohore, që ndoshta edhe disa shkolla nuk i kanë këto kushte që kemi ne këtu. Gjatë dimrit po ashtu kemi nxemje qendrore në xhami, prandaj është edhe nxehtë. Dhe marrë në përgjithësi jemi të kënaqur me kushtet cilat i kemi në këtë xhami dhe kjo besoj që edhe ka ndikuar po ashtu edhe në avancimin e mësimit, nga se më duhet edhe ne të ecim me kohën në aspektin e kushteve dhe ma nuk është në rregull që nxënësit të ulen aty ku falemi që edhe aty të mbajnë mësim, por duhet të përshtatet ashtu siç kanë kushte në shkolla, ashtu të kenë kushte edhe në xhami që mos ta ndinë veten të nënshmuar apo të njoruar, por përkundrazi të mburën që kur vinë në ambientet e xhamisë të jenë do thotë të rahatshëm. Dhe në anën tjetër xhamia e ka atë atmosferën e vet kur ka hyrje dalje. Besoni ajo xhamia e cila hapet vetëm në 5 kohët e namazit, pra kjo është mirë se kemi xhamia që hapen vetëm xhumave fatkeqësisht. Mirë po edhe xhamia që hapet vetëm me 5 kohët e namazit nuk e ka të hijeshin, aq sa duhet, sikurse ajo xhamia e cila është çdo herë aktive. Dhe fal Zotit këtu me fal namaz sabahut, dera e xhamisë nuk mbyllet deri në yatsi, nga se çdo herë ka hyrje dalje. Dhe kjo hyrje dalje e njerëzve, dhe ajo është më rëndësishme çfarë njerëz hyjnë dhe çfarë njerëz dalin. Pra mund të themi se 80% të atyre që hyjnë dhe dalin janë të rinjt. Pra vajzat dhe djemtë, kurse namazet ditore normal që është xhamati i rregullt. Sa zgjat kursi veror dhe me çfarë njohurish pajisën nxënësi gjatë asaj kohe? Siç ju thash edhe më herët, pra specifika e mësim-besimit që mbahet në qytetin tonë është në vazhdimsi. Prandaj ne nuk kufizohemi me kohë të caktuar dhe me afat të caktuar, por jemi çdo herë këtu, kurse gjatë verës, pra mësim-besimi vetëm se që zhvillohet më shumë, pjesëmarrja shumë më e madhe dhe synimi ynë është jo që ata të marrin pjesë një kohë dhe pastaj të ndërpresin, por synimi ynë është që gjatë çdo pushimi veror që të përfitojmë sa më shumë nxënës të marrin pjesë dhe pastaj ata nxënës të ndesin me neve gjatë viteve të ardhshme. Jo vetëm të marrin pjesë 2 javë apo 3 javë dhe pastaj të ndërpresin. Por siç është tjetë, plan programi ynë është menjëherë me ardhjen e nxënësit këtu ne pikë pari përqendrohemi që atë të mësojmë gjërat më elementare. Pra qëllimi fillojmë me deklaratën e shahadetit, përkthimin e saj në shqip, pastaj suret Elhamin, që janë suret më të rëndësishme dhe më të lehta, surën Kauther, surën do thotë Kul huwallahu ahad, suret Ikhlas, edhe suret tjera. Dhe pastaj kalojmë në çështjen e namazit, kushtet e islamit, kushtet e imanit, dhe krahas kësaj menjëherë nxënësi kur vjen tek ne i ofrojmë edhe hyrjen në shkronjat e Kur'anit. Pra i mësojmë shkronjat e leximit të Kur'anit. Dhe ne mendojmë si sukses i yni është atëherë kur ne arrim që nxënësi të aftësohet të e lexojë Kur'anin. Të aftësohet të e lexojë Kur'anin. Në moment që nxënësi arrin që të lexojë Kur'anin, atëherë ne kemi bërë një hap shumë përpara, për arsye se nga ky moment mund më thënë që 95% të rasteve sigurohemi se ai nxënës do të jetë në vazhdimsi me neve. Nga se ai i cili hyn Kur'an, ne pastaj kemi një plan program të veçantë për ata dhe e kemi bërë si tradit përfundimin e hatmes, pra të leximit të Kur'anit.
Dhe nuk është qëllimi vetëm të përfundohet Kurani, por ne mbrapa saj kemi qëllime dhe synime tjera që janë shumë të pastërta dhe shumë të dobishme për nxënësit. Ajo është se krahas leximit të Kuranit, nxënësi duhet të marrë pjesë më së paku 3 vite. Pra 3 vite në vazhdimsi me marrë pjesë në mësimet tona. Dhe krahas kësaj lexon Kur'anin, e përvetson Kur'anin, i përmirëson gabimet, i mëson rregullat e tajvidit dhe krahas kësaj ne pastaj zgjerohemi në dhënien e njohurive, siç është pra në fik është një libër i cili është botuar nga një shoqat turke që është Feja ime e bukur, është libër i përshtatshëm. Po ashtu mësojmë në akide, në besim, për gjërat më elementare se që janë dhe përqendrohemi në luftimin e besimeve të kota, në shpjegimin e shirkut, rëndësisë së tauhidit, pastaj në historinë e pejgamberëve, pra në përgjithësi në mësimin e sureve përmendshme. Dhe nxënësi i cili e përfundon hatmen, pra programin ton është që ai duhet po ashtu të mësoj sure deri ad-Duha në përmendësh. Ka edhe që i mësojnë më tepër, mirë po sura ad-Duha është sura për cilën duhet çdo nxënës që përfundon hatme me e ditë. Dhe synimi ynë është që nxënësi i cili arrin të përfundoj hatme të jetë i përgatitur për veten e tij, në jetën e tij, që të jetë një musliman i vetëdijshëm, edhe të ketë njohuri të plota elementare që i nevojiten në jetë. Dhe falë Zotit, për çdo vit, pra në këtu në Rahovec, përfundojnë hatme, pra e përfundojmë këtë lloj pranë programi 50 deri në 60 nxënës. Çdo vit në këtë formë, por krahas kësaj, po them, ky është suksesi më i madh. Mirë, po krahas këtyre vinë nxënës që marrin pjesë 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 2 muaj, dhe ata i mësojnë kushtet e Islamit, kushtet e imanit, i mësojnë disa sure përmendësh, mësojnë pak formën e të falurit, dhe ndoshta e ndërprejnë. Ne nuk i japim ndoshta shumë rëndësi kësaj çështje, mirë, po ne nëse ndalemi pak analizojmë, themi se edhe kjo është sukses për arsye se ai ka mësuar diçka. A keni literaturë adekuate për zhvillimin e mësimit besimit? Thënë drejt, për literaturë kemi një problem apo një shqetësim për cilën çdo herë jemi ballafaquar, mirë po jemi angazhuar çdo herë pra me mundësitë tona të gjejmë metoda që t'i përshtatemi atyne. Hyrja në shkronjat e Kuranit është një libër për cilën tek ne po flas ka dhënë një bereqet dhe shumë njerëz, shumë nxënës kanë hyrë në Kur'an nëpërmjet këtij libri, që është shumë i përshtatshëm, nga se mund të mësohet në formën individuale. Pra mësime grupore dallohen prej mësimeve individuale. Mësimet grupore do të me pas sistem, do të me pas rregull dhe do të me marrë pjesë rregullisht gjithë nxënësit. E ajo, pasi që kjo është vullnetare, atëherë shumë probleme i përshtat mësimet grupore. Prandaj këtu mësimet deri në hyrjen e Kur'anit, mësimet i marrin individuale, çdo nxënës. E kur hyn në Kur'an, pastaj ne përpiqemi në bazë aftësive që kanë, në bazë moshës, i bëjmë grupe. E kur bën grupe, normal që suksesi është më i madh. Kurse në literaturë kështu tjera është Feja ime e bukur, është shkalla e dytë, kurse shkalla e parë është Ilmi Hali apo Drita e zemrës, ato e përfundojmë. Feja ime e bukur është një libër po ashtu që flet për kushtet e Islamit në përgjithësi. Dhe në akide kemi libra të tjerë, cilët sikurse që është drita kjo rruga e udhëzimit, Drita e udhëzimit është një libër tjetër po ashtu. Në historinë e pejgamberëve shka gjejmë literaturë që është e përshtatshme për nxënësa. Pra, thënë drejt, kem pak probleme, po të ishte në një plan program më i avancuar, më i rregulluar, kishte më qenë shumë më mirë, po nuk mund të themi, nuk mund të ankohemi, për arsye se elhamdulillah deri më tash mirë me gjendë dhe mirë ka shku. A certifikohen pjesëmarrësit që ndjekin këtë kurs? Certifikata ndajmë për me qenë pak më serioz, edhe certifikatat tona të mos i marrin çdo kush që vjen, certifikatat i marrin vetëm ata që përfundojnë hatme. Prandaj është edhe një lloj nxitje që të tjerët marrin pjesë deri kur të përfundojnë hatme, pastaj i jepet certifikate. Kurse për pjesëmarrësit që marrin pjesë në formën kështu vetëm gjatë verës apo në kohë pa e përfunduar hatme, nuk i japim atë certifikat. Pra synimi është që do thotë certifikatat i jepet njerëzve të cilët me të vërtetë japin kontribut edhe lodhen, edhe kur të merr një certifikat dihet ajo se është arritur me një mund dhe me një angazhim dhe jo vetëm me një pjesëmarrje të vogël. Është interesimi i pjesëmarrësve, jeni të kënaqur? Deri më tash them elhamdulillah. Pjesëmarrja është e kënaqshme. Duke marrë parasysh, po them,
kushteve apo mundësive të kufizume dhe duke marrë parasysh se kjo është krejt vullnetare, është jashta plan programit mësimor tyre, dhe duke marrë parasysh se sipas anketës që kemi bërë ne për nxënësve, 80% të prindërve të nxënësve nuk din me lexu Kur'an, kurse ata din, ne jemi të kënaqur për arsye se shohim se një fryt në të ardhmen apo një gjeneratë e ardhshme është më e përgatitur se sa gjenerata që është e sodit. Por dhe krahas kësaj, pjesëmarrja është e kënaqshme, themi se tek ne vijnë vetëm nxënësit që janë të shkëlqyeshëm. Nga se ai nxënës i cili nuk arrin suksese në shkollë, ai nuk mund të arrijë suksese tek ne. Dhe marrë në përgjithësi, nxënësit janë të gjithë të shkëlqyeshëm. Prandaj themi se kemi raste se ma është parashtruar një pyetje nga një huaj, këta nxënës kur i ka parë shumë këtu thënë a vijnë këta me vullnet të lirë apo ndoshta edhe me presion të prindërve. Dhe unë i dhash një përgjigje që është shumë reale, se kemi nxënës të cilët për shkak të presionit të prindërve nuk i lejohet me marrë pjesë. Ne kemi raste kur prindër për shkak të bindjeve të ndryshme nuk i lejojnë me marrë pjesë. Por në përgjithësi them se është gjendje shumë e mirë dhe pjesëmarrja është e kënaqshme. Hoxh, çfarë ju bën që të jeni kaq të suksesshëm kur dihet që edhe të ardhurat personale, do thotë kushtet tjera nuk janë si duhet, nuk janë të kënaqshme? Prap them ajo për cilën duhet me thonë se lavdi dhe suksesi takon vetëm Allahut të Madhreshëm. Dhe pastaj i vijnë edhe shkaqet që duhet mirën parasysh. Unë mendoj se përqendrimi ynë apo ajo suksesi nëse mund thuhet yni është se këtu mësim-besimi bëhet në formën e rregullt, në formën e organizuar dhe është sikurse një shkollë. Dhe nxënësi nuk vjen vetëm në xhami dhe kush mrin me mësue, por nxënësi e ka mësuesin e tij. Dhe me ardhjen në xhami menjëherë ai e din kalon nëpërmjet një dore. Dhe ky rregull e ka bërë që ndihet një lloj serioziteti. Edhe e dyta, duke marrë parasysh se natyra e punës së imamëve është e tillë që çdo herë janë me angazhime. Dhe çdo herë ka mundësi të mungojë. Për arsye se mund në kohën e mësimit mbien ndonjë rast për cilën imamit duhet me shkuar me kry detyrën. Dhe ky është handicap më i madh i imamëve që nuk mund të kenë sukses. Nga se nxënësi nëse imami mungon një herë, nxënësi ka munguar 10 herë. Nëse imami është prezent, atëherë edhe nëse mungon nxënësi, prapë mas 2-3 dite nxënësi vjen, se imamin e ka aty. Dhe mendoj që ajo urtësia e suksesit mund të themi se është apo thelbi është se çdo herë imam janë prezent këtu. Pra, nëse ndodh ndonjë rast, një imam shkon e kryen detyrën, kurse dikush patjetër duhet mu marrë. Po në mësim-besim janë të aktivizuar të gjithë imamët apo një pjesë e tyre? Po, në mësim-besim në qytet po flas, janë të aktivizuar të gjithë imamët. Pra në këtë xhami janë 3 imam cilët japin mësim-besim, duke filluar prej imamit kësaj xhamie Shani Efendi Sylka, Adnan Efendi Pallça, Emin Efendi Durguti, po edhe unë si krye imam jam i angazhuar drejt për drejt i barabartë me ata dhe unë kam grupin tim. Pra 4 grupe jemi ne imam dhe 3 grupe janë që i mësojnë po ashtu motra tona gra, që do të thonë 7 grupe. Dhe imami i xhamisë së Sokolit po ashtu edhe ai ka mësim-besim në xhaminë e tij dhe me grupet cilat ai mëson. Pra marrë në përgjithësi në qytet gjendja është aktive dhe është e mirë. Në përfshatra mësim-besimi deri më tash mbahet më shumë sezonal, gjatë muajit Ramazanit apo gjatë verës, po jo me atë ritëm dhe me atë nivel për cilën ne synojmë që të arrijmë, po inshallah të ardhmen përmirësohet. Në vitin e kaluar një imam i juaj ka marrë vendin e parë si mësuesi më i mirë i mësimit islam apo jo? Po, dhe besoj që është një kënaqësi e veçantë dhe imamin e fjalë pra Shani Efendi Sylka është njëri për imamëve për cilën mund të themi sipas statistikave që ne i kemi posedojmë që deri më tash mbi 400 nxënës kanë përfunduar hatme nëpërmjet tij, pra nëpërmjet duarve të tij. Dhe mbi 50 nxënës janë cilët janë regjistruar në medrese, që janë nxënësit e tij, edhe hoxhallarët cilët janë sot përveç mejes, unë pak jam më i vjetër, kurse Mulla Adnani, Mulla Emini, Mulla Amiri dhe shumë të tjerët janë gjithë nxënësit e tij. Pra është një imam për cilën ka dhënë një kontribut shumë të madh, ndonjëherë shpesh herë edhe është anashkaluar, mirë po kësaj rrallë deshti Zoti që ta shpërblej edhe në këtë dynja para ahiretit
dhe ja adhuroj një dhuratë veçantë për cilën me të vërtet ne të gjithë imamët tjerë jemi ndjerë shumë të kënaqur që është arritur kjo dhe kjo inshallah është vetëm një shpërblim i kësaj bote, kurse shpresojmë që në botën tjetër me pas shpërblime më të mëdha. A keni provuar Hoxh që të bartni përvojë edhe tek komuna tjera që edhe ata të ndjekin modelin tuaj që të arrini sukses në këtë drejtim? Po, ne në takimet tona të rregullt që kemi me kryemamët i diskutojmë çështjen e mësimbesimit dhe kjo është branga kryesore e gjithë kryemamëve dhe në këtë vit edhe kemi themeluar edhe komisionin për hartimin e plan programit për mësimbesim në kuadër të kryesisë dhe si anëtar e këtij komisioni jam edhe unë dhe shpresoj që në ardhmen të bëhen hapa konkret që të bëhet një vetëdijsim më i madh dhe një angazhim më i madh i gjithë imamëve në këtë aspekt. Por këtu kërkohet me të vërtetë një mobilizim i madh edhe një përkushtim dhe rregull për cilën e përmenda edhe më herët. Pra, shumë imam ankohen në çështjen e mësimbesimit se unë po mbaj mirë, po nxënësit nuk po vinë. Mirë po kur pak ulim edhe bisedojmë, edhe ai tregon që brenda një jave ka mungu 2 herë apo 3 herë. Dhe aty mandej shishojmë se ku janë mangësitë. Prandaj duhet që mendojmë që edhe Bashkia Islame duhet punoj ka ajo që të formohen pranë çdo xhamie të ketë një klasë apo 2 klasë apo edhe më tepër dhe imam të koordinohen posaçërisht xhamiat që janë afër njëra tjetrës që nuk është më rëndësi ku mohet mësimbesimi, por është më rëndësi kush e mon mësimbesimin. Prandaj pa parasysh që imami i kësaj xhamie është Shani Sylka, mirë po gjithë imamët të tjerë janë rahat, vinë dhe mësojnë në këtë vend. Dhe është e rëndësishme kjo të bëhet, por shpresojmë të ardhmen që diçka e tillë do të realizohet edhe në hapësira të tjera edhe në vende të tjera, edhe pse ka edhe në vende të tjera, nuk mund të themi që nuk ka, mirë po sipas asaj që po dëgjojmë nuk është me këtë ritëm dhe me këtë rregull sikur që kemi ne. Hoxh, ishte kënaqësi që ishim sot me ju dhe trajtuam këtë temë për komunën e Rahovecit. Faleminderit edhe juve për vizitën dhe shpresoj që këto fjalë që i tham deri më tash do të kontribuojnë pikëpari në vazhdimsinë e punës sonë që në mesin e xhallarëve që kanë dhënë kontribut deri më tash të përforcohet sinqeriteti, vllaznillëku, të ketë bashkëpunimi shumë i madh, për arsye se kjo mund edhe të rënohet nëse nuk vazhdohet. Nuk mund edhe të shkapërderdhen këto të arritura nëse nuk i ruajmë këto me një seriozitet më të madh. Unë edhe një gjë dua të them se synimi i gjithë neve duhet të jenë të gjithë fëmijët. Unë e kam një ndjenjë çdo herë kur kaloj pranë çdo shkolle, shoh nxënësa. Dhe mund të parashtoni pyetje se çka mendon kur i shoh nxënësa. Më njëherë vetëm i shoh me sy se cilat prej këtyre nxënësve janë që vinë tek ne. Dhe më dalin shumë pak. Nga se shoh një numër të madh nxënësve që nuk janë tek ne. Prandaj nuk mund të themi që sukses përderisa kemi aq shumë nxënës të ri, të cilët nuk marrin mësimbesim. Dhe synimi ynë është që thash Zoti që të mundsohet gjithë nxënësve të kenë mundësi të arrijnë të njohuritë fetare edhe në për shkollat tona, që të na hapen dyert, që të edukojnë fëmijët e tonë, cilët do të jenë ardhmëria e këtij vendi dhe do të kontribuojmë nga se ne jemi dëshmitarë se të gjithë prindërit, pa marrë parasysh bindjeve tyne fetare, mund ndoshta edhe ai vetë nuk është fare aktiv në çështjet fetare, mirë po shumë i kënaqur që fëmia i tij mëson këtu, për arsye se e din mirë se na i japim edukat të mirëfillt, i japim besim të drejtë dhe i japim vizion të qartë për ardhmërinë e jetës së tij që kami ndihmuar në gjitha segmentet e jetës. Prandaj edhe një herë ju falenderoj për këtë hapësirë që na dhat për me shpreh këto mendimet tona. Allah ju shpërbleft. Së ju dëshirojmë së ardhje në këtë qytetin tonë edhe në Këshillin e Bashkisë Islame në Rahovec. Sa i përket pyetjes juaj në lidhje me punët në Këshillin e Bashkisë Islame, nuk ka dyshim se sikurse edhe këshillat tjera, edhe Bashkia Islame në Republikën e Kosovës janë ato vështirësitë dhe sfidat me të cilat ballafaqohemi, po kemi edhe suksese të cilët vazhdimisht me angazhimin që bën stafi i Bashkisë Islame me imamët i kryejmë ato. Sa punëtori ka këshilli juaj? Këshilli i Bashkisë Islame në Rahovec, edhe pse është prej këshillave të cilët janë formuar pas luftës dytë botërore dhe vazhdimsi është duke shtuar edhe nga aspekti infrastrukturës edhe xhamive dhe për momentin kemi 24 xhami dhe 20 punëtor. 2 xhamit janë në procesin e ndërtimit, kurse
një xhami, dy xhamit janë pa imam. Si qëndroni me të ardhurat personale dhe si administratë? Po e përmend edhe pse Këshilli i Bashkisë Islame në Rahovec bën pjesë prej këshillave që kanë një traditë mirëfillt, po sa i përket anës ekonomike apo gjendjes financiare ekonomike nuk jemi në gjendje të volitshme. Arsye është sepse e gjithë buxheti i Këshillit të Bashkisë Islame në Rahovec, si në qytet një ashtu edhe në përfshatra, bazohet në antarësinë të cilën e paguajnë besimtarët si pjesëtar Bashkisë Islame. E kjo për shkak krizës që e ka përfshi jo veç Kosovën, Rahovecin, Kosovën, përgjithësi rajonin, është duke u vështirësuar, prandaj edhe probleme janë evidente. Gjendja pakse është më mirë me imamët në përfshatra, kurse më e rëndë është me punëtorët që i kemi brenda këshillit dhe kemi një ngecje të ardhurave prej administratës që janë mbi 50 muaj mbrapa paroga, deri te imam të qytetit, të cilët janë në centralizim me administratën, që kanë mbrapa 18 apo 20 muaj kështu. Janë këto sfidat apo kemi edhe sfida tjera? Po unë mendoj që sfida kryesore me të cilët ballafaqohet Këshilli i Bashkisë Islame në Rahovec është angazhimi i nënpunësve, qoftë administratës apo imamëve, në ngritjen e vetdijes tek besimtarët për vlerësimin apo respektimin e parimeve të fesë islame. Kjo është ajo sfidë me cilën ne vazhdimsi ballafaqohemi edhe angazhohemi që me atë përgjegjësinë që e kemi pranuar si nënpus të Bashkisë Islame, si imamët, të e përmbushim atë dhe që dita e ditës të jetë njerëzit, besimtarët të jenë sa më vetëdijshëm në lidhje me vlerën të fesë që i përkasin. Po aspekti ekonomik padyshim është një sfidë shumë e rëndësishme, sikur se thamë, është pjesë e jetës çdo njeriu, një ashtu edhe Bashkisë Islame, prandaj është kjo sfidë e evidentueshme. Mirë po, jemi duke angazhuar që atë ta zbusim, veçanti nga viti kaluar kemi ndërtuar një objekt afër xhamisë këtu, objekti i Bashkisë Islame, Selis Bashkisë Islame, në cilën përveç zyrave do të kemi edhe disa lokale afariste, me të cilët padyshim pakse do të zbutet kjo gjendje e rëndë ekonomike në cilën gjendet Këshilli i Bashkisë Islame në Rahovec dhe nënpunësit e saj. Po cilat suksese do të na veçoni? Prej sukseseve padyshim se janë rindërtimi i xhamive në kohën mbas luftën, veçanti në këtë periudhë derisa unë jam edhe kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Rahovec. Ato janë, domethënë në proces janë 2 xhami duke u ndërtuar, xhamia në fshatin Varjak edhe në fshatin Hoq e vogël. Kuptohet ato janë duke u ndërtuar me kontributin e besimtarëve, po Bashkia Islame çdo ndërtim ka marrë pjesë me sigurimin e ndonjë donacioni i cili ka qenë një motivacion shtesë për ta në momente më të rënda kur kanë stagnuar në punimet e tyre. Prandaj mund mburemi që sikurse dim Rahoveci në kohën e luftës ka pësuar dëme shumë të rënda, në kuadër të saj edhe Këshilli i Bashkisë Islame në Rahovec, gati 80% të xhamive kanë qenë të shkatruara tërësisht ose pjesërisht, po të i falenderoj pikës pare Allahu Gjelleshanu, po edhe vëllezërve tanë nga bota arabe, nga shtetet tjera muslimane, të cilët na kanë ndihmuar dhe për momentin gjitha xhamit janë renovuar dhe rindërtuar. E fundit është xhamia në Hoq të vogël, e cila është duke u rindërtuar edhe ajo. Hoq, shani neve më tepër na intereson të dim se ku shërbeni ju si imam, në cilën xhami? Unë si imam nga viti 91 shërbej në xhaminë e Qershis. Domethënë në momentin ku gjindim edhe ne, vazhdimsi, domethënë para lufte edhe mas lufte, me vendimin e kryesisë Bashkisë Islame, mbas përfundimit studimeve, jam pranuar si imam i rregullt dhe prandaj nga ajo kohë pa u ndal përveç 1 muaji apo 2 muajve të kohës luftës, gjatë bombardimeve që i kanë pas NATO. Edhe pse kemi qëndruar këtu, po për shkak kushteve nuk kemi mundur që t'i kryjmë ato detyrat tona. Përndryshe nga ajo kohë deri me këtë ditë jam imam në xhaminë e Qershis në
këtu në Ravec. Gjithashtu edhe mbani mësim besimin e xhamin tuaj. Po ajo që është prej gjërave pozitive me të cilët ne krenohemi unë si imam, mburem, është mbajtja e mësim besimit. Nga dita e parë që jam pranuar si imam, deri me sot gjithashtu, në asnjë moment nuk kemi ndërprer aktivitetin e mbajtjes mësim besimit dhe mendoj që është një rrugë më e mirë për mu personalisht si imam dhe si nënpunës i Bashkisë Islame të kryerjes së përgjegjësisë që kemi pikëparë para Allahu xhalla shanu, pastaj edhe para besimtarëve për punën dhe veprimet tona që i bëjmë. Sa nxënës e keni tani që mësojnë tek ju në xhami? Për momentin numri është diku rreth 400 nxënëse që mësojnë. Numri është shtuar pak se tash gjatë pushimeve verore shtohet, mirë po rregullisht 900 nxënëse nuk bie. I mësojmë 5 herë në javë, përveç ditën e xumas dhe ditën e shtunës që kemi ditë të lirë, kurse 5 ditë tjera mësojmë. Mësim besimi me ardhen e kuadrit apo edhe kolegëve të tjerë që kanë kryer studimet për fakultetet islame, është përmirësuar më shumë, kvaliteti është rritur, përgjegjësia është shumë e madhe, prandaj edhe është një avancim edhe më i madh në këtë aspekt. Kemi 7 grupe të cilët të veçanta që mësojnë, çdo kush ka përgjegjësinë e vet. Kohëve të fundit është një veçori që kemi siguruar edhe një muallimet ose motrat tona të cilët kanë kryer fakultetin e studimeve islame, të cilët mirën në veçanti me mësimin e vajzave, gjinës femrore, edhe është një avancim, mendoj që është për shkak nevojave dhe specifikave që i kanë ato. Hoxh, ne kemi mësuar që vitin e kaluar, pra në 2018 keni kryer haxhillokun. Në çfarë cilësie keni bërë haxhin? Padyshim është një prej haxhillokave më të hijshme dhe më të kënaqshme që i kam përjetuar. Sikur se e din gjithë, ne hoxhallar kemi mundësi për shkak profesionit shpesh të shkojmë në haxh si udhëhec ose në ndonjë mënyrë tjetër, mirë po ky haxhillok i vitit kaluar ka qenë i veçantë për një arsye sepse ka qenë si dhuratë apo shpërblim për shkak të garave që janë mbajtur në nivel republikan në organizimin e kryesisë Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. Dhe në ato gara, unë si imam, kam marrë pjesë dhe pas angazhimeve shumëta kemi zënë vendin e parë, sipas përcaktimeve dhe rregullave që i ka caktuar Kryesia e Bashkisë Islame. Ata që zënë vendin e parë, grupi i caktuar nga komuna e caktuar, imami i tyre shkon në haxh, domethënë si dhuratë nga Kryesia e Bashkisë Islame. Thash që kjo ka qenë një shpërblim edhe në aspektin tjetër që në këtë mënyrë është korrizuar një farë mënyre puna 20 vjeçare e imja si imam dhe si imam që jam i angazhuar në mbajtjen e mësim besimit. Atë që organizator ka qenë Bashkia Islame e Kosovës, kur është mbajtur kjo garë? Mbahet zakonisht në muajin shtator, fillim të muajit shtator, dhe kjo ka qenë viti i dytë i mbajtjes së garave, edhe përpara atij viti janë mbajtur, ne kemi marrë pjesë, mirë po në këtë vit kemi qenë më të organizuar. Në realitet, këto garët janë në nivel republikan, po spari ato mbahen në nivelet komunale. Çdo komunë përcakton të imam që mbajnë mësim besimin rregullisht, kërkon prej tyre 5 nxënës edhe imami, dhe njëherë bëhen garat në nivel komunal. Mbas aty zgjidhen një prej imamëve, cili tregon sukses më të mirë, dhe çdo këshill apo komunë ka nga një përfaqësues imam me 5 nxënësa, të cilët pastaj shkojnë në nivel republikan. Keni pas konkurrencë të konsiderueshme? Po i mendoj që konkurenca ka qenë e konsiderueshme sepse në qyteti Ravecit është, si edhe si komunë është pak më e vogël, po kemi pas për shembull qytete që janë të mëdha si Prishtina, Prizreni, Presheva, të cilët kanë traditë mirëfillte në mbajtjen e mësim besimit, po ato momentet caktume kanë treguar që grupi i nxënësve që kemi pasur, që kam qenë unë me ta, kanë treguar sukses maksimal në vlerësimin e komisionit që kanë pasur. Për fund, çfarë do të kishit sugjeruar kolegëve tuaj imam lidhur me mësim besimin? Natyrisht nga përvoja flasim që unë edhe shpesh e përmendi,
imami ka dy detyra themelore. Ajo është pikëpari shpjegimi i mirëfillt i fesë së Allahut dhe angazhimin këtë aspekt, sepse edhe e dyta mbajtja e mësim besimit. Dhe shpesh u them edhe shokëve, kolegëve, edhe në bisedat të ndryshme, se imami mund zaventësohet edhe në namaz dikush prej xhamatit dhe zaventësohet. Mirë po në shpjegimin e fesë, në ligjëratët që e bën xhuman, ose në mësim besimin që e bën xhamin e vet, nuk mund zaventësohet. Aty kërkohet shfaqja e atij aftësisë dhe angazhimit që e bën. Prandaj mendoj që mbajtja e mësim besimit padyshim është një prej obligimeve themelore që i kemi si imam, është përgjegjësi përpara Allahu xhalleshanu dhe përgjegjësia përpara xhamatit, po është rrugë më e sigurt nëpërmjet cilës ne si imamt sigurojmë armërinë e sigurt të bashkësisë islame në Republikën e Kosovës dhe gjithkund ku mësohet mësim besim, ku mbahet mësim besim. Prandaj ju sugjeroj që angazhimi në këtë fushë, që padyshim në disa vende edhe është një stagnim i madh, në disa tjera ka angazhim, të jetë sa më i madh, sepse këtu për zgjallje njeriu e sheh frytin e punës vet. Nga mësim besimi që kemi mbajtur edhe që jemi duke mbajtur në xhamin tonë, kemi më se 50 nxënëse që kanë kryer medreset dhe fakultetet e studimeve islame, dhe sot për çdo ditë ne i takojmë ato. Ajo është argument i gjallë për një imam me cilin tregohet suksesi dhe aktiviteti i tij. Prandaj kjo është vetëm për sa i përket shpërblimit në këtë botë, e të mos flasim ne hoxhallarë dim se çfarë shpërblim është për të mësuarit e një shkronje fesë Allahut te Allahu xhalleshanu për në botën tjetër, dhe nuk ka dyshim ne synimin kryesor e kemi atë shpërblim inshallah, që Allahu na shpërblej në botën tjetër. Po ne ju falenderojmë që gjetët kohë të flisni për emisionin tonë. Edhe ne ju falenderojmë, Allahu i shpërbleft për vizitën tuaj që keni bërë komunës tonë Këshillit të Bashkisë Islame në Rahovec, dhe jeni të mirëseardhur çdo herë këtu në komunën tonë. Mësim besimi në qytetin e Rahovecit për këta fëmijë është veçanti e aktiviteteve të tyre. Me shumë kënaqësi prezantojnë në xhami për të marrë mësimet e fesë. Ata tashmë janë mishëruar me mësimet islame, ndërsa detyrat i prezantojnë me shumë dëshirë para mësuesve të tyre. Të privilegjuar ndjehen edhe vetë mësimdhënësit apo imamët që janë të angazhuar gjatë tërë vitit në mësim besim. Imami Emin Durguti thot se ndjehet i nderuar të punoj me këta nxënës. Ai citoi shembulltyrën e njerëzimit Muhamedin a.s., i cili ka paralajmëruar me shpërblimet të një pasnjëshme të gjithë atyre që ua mësojnë fen dikujt. Shpirtërisht ndihemi shumë më të qetë, për arsye se je duke punu për fenë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo qetësi shpirtërore nuk mund të përshkruhet, kjo mund të shijohet vetëm nga ata të cilët mirën me këtë punë. Për arsye se e dim shumë qartë se Islami është fe e mëshirës, e cila ka zbritur nga i gjithë mëshirshmi si mëshirë për gjithë njerëzimin. E sidomos për të rinj, duke pasur parasysh se janë çështje të ndryshme të jetës, cilët të rinjt i çojnë në degradim dhe largim nga rruga e Zotit, dhe ne si hoxhallar padyshim duhet mirën me këtë punë të mësojmë fëmijëve rrugën e drejtë të Allahu xhalleshanuhu, ku në fenë islame nuk ka vetëm obligime ndaj Allahut, por kemi obligime ndaj njerëzve, obligime ndaj vetes sonë. Dhe ne këtu mësojmë moralin më të lartë, siç ka ardhur në Kur'anin Adhimushën. Punoni më tepër për këtë islam, veproni më tepër në çfarë do forme keni mundësi, dhe dhash Zoti për gjithë neve dhe gjithë muslimanëve që të veprojmë sa më tepër për islam, dhe Islami të dëshmoj për ne në ditën kur dalim para tij për të llogari. Edhe imami Adnan Pallça shprehet i kënaqur që i është dhënë mundësia të kontribojë për të ardhmen e fëmijëve të Rahovecit. Siç thot ai, në këtë qytet ka të interesuar shumë nxënës, mirë po edhe xhamatlin të moshave të ndryshme, pra prej fëmijëve deri tek mosha të shtyera. Prej motiveve kryesore të cilat na kanë shtyrë të merremi me mësimin e nxënësve në xhamit tona, përveç që ne si hoxhallar, si imam që jemi dhe i shërbejmë popullit, që kemi obligim ndaj fëmijëve tanë, edhe vullneti, dëshira dhe kënaqësia të cilën e përjetojmë ne
gjatë mësimit të nxënësve, kjo na bën që ne ta ndim një fuqi, një vullnet të shtesë për të mësuar këta fëmijë. Lut Allahun e lartësuar në radhë të parë që neve si imamëve të na dhuroj sinqeritet, një jetë qëllim të pastër në këtë punë. Pastaj do t'i këshilloja të gjithë prindërit t'i dërgojnë fëmijët e tyre dhe të prezantojnë e të mësojnë në xhamit tona, sepse nuk kemi mundësi tjetër, nuk kemi alternativë tjetër që ne fëmijët tanë t'i mësojmë nëpër shkolla, prandaj ne, siç po e shihni këtu në xhamin tonë, këtë xhami e kemi bërë një mini shkollë apo një mini medrese, ta them më mirë, ku i mësojmë nxënësit, fëmijët e vëllezërve tanë. Dhe është çudi, është një mirësi për t'u theksuar se këta fëmijë, ka raste ku një fëmijë vije prej një familje që prindrit nuk i ka të udhëzuar. E kam një rast shumë të freskët, djali, baban e ka pasur konsumues të alkoolit, nuk është falur kurrë. Mirë po djali ka filluar të vi, djali i vogël në klasë 5-6, ka filluar të vi të prezantojë në shkollë dhe, alhamdulillah, është bërë sebeb, është bërë shkaktar që ky fëmijë, mësimet e para, dhe më thënë themelore që i ka marrë në xhami, të ndikoj në familjen e tij dhe sot babai i tij nuk e konsumon alkoolin, sot në familjen e tij të gjithë vëllezërit, nëna, dhe më thënë prindërit, falin namaz dhe kjo është një mirësi. Prandaj, sikur të kisha mundësi që fjalët e mia të shkonin në veshët e të gjithë prindërve, që të gjithë prindërit i dëgjonin këto fjalë, atyre do t'i porositja dhe do t'i këshilloja që t'i dërgojnë fëmijët e tyre dhe ne me aq mundësi sa kemi do t'i edukojmë fëmijët e tyre dhe fëmijët tanë në frymën islame. Në anën tjetër, edhe nxënësit që tashmë kanë marrë shumë mësime në xhami, thonë se kjo është një mundësi e madhe që ata të pajisen me dituri fetare që do të shërbejë gjatë gjithë jetës. Ata thonë se imamët janë shumë të kujdesshëm në mësimdhënie, por edhe në argëtimin e nxënësve duke organizuar ekskursione dhe gara me shpërblime e dhurata për të gjithë. Për emisionin ton, flet Samiri, i cili vitin e kaluar rëmbeu vendin e parë në garën e diturisë fetare. Ai ka një arsye më shumë që të jetë i gëzuar, sepse në vitin e ri shkollor do të bëhet nxënës i medreses Alaudin në Prizren. Prej fillimit ne kemi mësuar mësime të reja që nuk i kam ditur më herët. Kemi mësuar Kur'an, akide, librin e kam përfunduar Rruga e Muslimanit. Atëherë, a ke pasur vështirësi që ti përcjellësh edhe mësimet e shkollës, edhe mësimet e xhamisë? Nuk e kam pasur aq vështirë. Me lehtësi ke kryer. Me lehtësi. Mirë, kush të ka sugjeruar që të prezantosh në xhami? Prindrit apo ke ardhur vetë? Vetë, mirë po e kam përdorur edhe sugjerimet e prindërve. Atëherë, ju jeni fitues i vendit parë në vitin 2012, që keni pasur gara. A keni prit këtë shpërblim, keni prit vendin e parë apo jeni befasu? Jemi befasuar kur e kam parë që kam fituar vendin e parë. Sa nxënës ka pas aty? Ka pas shumë nxënës dhe... Ka pasur vendet të ndryshme. Mirë. Atëherë, cilin shpërblim e ke marrë? Shpërblim disa të holla kemi marrë edhe një CD, cili është me dua. Tani ke vendosur që të shkosh në medrese apo? Po. Në cilën medrese? Në medresen Alaudin Prizren. Edhe nxënës të tjerë shprehën dëshirën që të flasin për emisionin ton. Të gëzuar e me plot krenari, rrëfejnë për çastet që i kalojnë në xhami. Unë kam shoqëri shumë të mirë këtu, sepse asnjë nga shoqë nuk rindemi në mes vete dhe të gjitha mësojmë. A keni vështirë me mësu suret? Jo shumë. Sa ditë ju duhet për me mësu një sure? Mirë po tani me që unë jam në përfundim të gjuzit ame dhe i kam dhe 2 sure për të kryer, atëherë arsimtarja jonë na jep më shumë afat. Mirë po shoqet tona të cilat janë në sure më të shkurtra, atëherë arsimtarja jep afat më të shkurtër. Sa ditë për shembull? 1 ose 2 ditë, mirë po edhe njëherë nëse nuk e mësojmë krejt, arsimtarja na toleron.
A janë mjaft 2 ditë për me mësu një sure? Po, mjaft. Mirë, çka të pëlqen më shumë ti këtu në kursin fetar? Cila lëndë, cilat mësime? Të gjitha mësimet më pëlqejnë, si leximi i Kuranit dhe këndimi i sureve, të gjitha, dhe në Ramazan ndonjëherë ne me arsimtare ne lexojmë tër Kuranin dhe në fund bëjmë një program të shkurtër. A mund është me na tregu që sa ke fillu me ardhë në xhami? Xhami kam filluar të vi që 3 vjet, kam ardhur që nga mosha e vogël dhe kam mësuar shumë gjëra mbi fenë islame. A je kon vetëm në përkurse të verës, a çdo vit je kon i rregullt? Çdo vit kam qenë i rregullt. Mirë, a po më tregon kusht kanë nxitë me ardhë këtu në xhami? Babi, prindrit apo vetë këtë? Unë kam me dëshirën time kam dashur të vinë në xhami, por edhe babi më ka nxitur, sepse ka dashur të mësoj shumë nga feja islame, sepse kjo është feja e vetme e pranuar nga Allahu xhaleshanuhu. Mirë, po i pëlqen organizimi që ka bërë Bashkia Islame kështu për nxënësit me mësu? Më pëlqen shumë që ka bërë Bashkia Islame këtë organizim, sepse tani në kursin veror jemi larguar nga shkolla për përqendrohemi në xhami dhe në mësimet e fesë islame, ku edhe Bashkia Islame organizon edhe shëtitje të ndryshme, ku shkojmë ne në vende të ndryshme. Mirë, a e keni vështirë me mësu senet të fesë? Nuk është edhe aq vështirë të mësojmë, mësuesit tonë mundohen të jenë sa më të qartë, ku edhe unë me gjithë mundësinë time, po mundohem të mësoj, kur edhe masi të kryj xhamin, masi të kryj shkollën fillore, do të mundohem të shkoj në medresën që është në Prishtinë. Do me thënë metoda që mësuesit përdorin, po i përshtatën juve, a janë të lehta për me mësu? Mendoj se është lehta, por edhe ne do të japim mund, sepse hoxhat pa ne nuk mund të bëjnë të gjithë vetë. Kur kemi ardhë vitin e parë këtu, kemi pas pak sa vështirë, përsi se desa jemi ambientu, tani me kalimin e kohës, në çdo krejt normal. Mirë, sigurisht që këtu keni formu edhe një shoqëri të re, jeni të kënaqur me shokët? Alhamdulillah, kemi bërë shoqërinë, jemi kështu si vllazni me shokët tanë, nuk kemi probleme kështu, se jemi edukuar kështu te xhamia jonë. Pasi ti kompletosh mësimet e fesë këtu, çka ke menduar me shku? A do të shkosh në medrese apo do të vazhdosh në shkollë të mesme? Unë inshallah i lutem Allah xhaleshanuhu që më mundsu me shku në medresen e Prizrenit, edhe mendoj se është rruga e vetme për me vazhdu me mësime të reja. Shikues të nderuar, e pam së bashku se si zhvillohet mësim besimi në komunën e Rahovecit. Kjo ishte e tëra njëkohësisht që kemi përgatitur për emisionin e sotëm. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, do të takohemi së bashku në këtë emision javën që vjen. Deri atëherë, selam aleikum.